أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj dhe adresoj familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli të pranishëm, vazhdojmë me hadithin e radhës, i cili hadith është nga kapitulli i Riyadus Salihinit. Vazhdojmë tek mbikëqyrja e Allahut te bareke wa taala. Autori i ka pru disa hadithe në këtë kapitull, ne do të mundohemi që sot ta përfundojmë. Do t'i cekmi atë sa na preferon koha, duke mos dash me shpjegu shumë hadithet, përpose ti citojmë dhe ati ku ka paçartësi ti shpjegojmë sipas asaj që na kanë preferuar dhe na kanë treguar ulemat dhe dietarët. Hadithi i radhës është hadithi i njohur, hadithi i cili gjendet te Imam Newawiu, një ashtu te 40 hadithet e Imam Newawiut. Këtë hadith e transmeton Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: Ittaqillaha haythu ma kunt. Ki frikën Allahut kudo që të jesh. Kjo mbikëqyrja, mi pas frikën Allahut kudo që të jesh, dhe të keqën pasoje me të mirë, se e mira e shlyjen e fshin të keqën, dhe sillu me njerëzit me një sjellje të mirë. Kjo hadith e transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thonë hadithi është i mirë. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka potencu 3 këshilla. E para, mi pas frikën Allahut kudo që të jesh. Kjo është shumë e madhe. Me pas mbikëqyrjen e Allahut kur je në publik edhe kur je në vetmi. Kur je para njerëzve edhe kur je vetëm ti dhe Zoti. Mi respektu urdhrat e Allahut kur njerëzit shohin, kur njerëzit mundën me të lavdru apo me të përqesh, me të kritiku, edhe në momentin ku ti je vetëm me Allahun dhe njerëzit nuk të shohin. Kur ti ki pushtet, mi pas frikën Allahut, mu koni drejt, po dhe ti kur nuk ki pushtet, je njeri rëndomt, je xhamatli, je qytetari thjesht, edhe këtu mi pas frikën Allahut. Frika Allahut do të thotë vazhdimisht besimtarin e shpëton, dhe është dega e cila njeriu kapët dhe shpëton dynjë dhe në ahiret. Në kohën ku janë përzi peshoret, nuk ditë kush është i devotshmi dhe kush është domosdoshmë njeriu i mirë. Neve në këtë zaman na u kanë përzi me bo njeriu mu koni devotshëm, na duket naif, njeri jo i zgjuar, na duket njeri i cili nuk është duke ditë mi shfrytzu mundësitë e jetës. Andaj pejgamberi Allahut kur e çoi Muadhin, ku e ka dërgu për në Yemen. Edhe ja dha 3 këshilla, për arsye se e dërgoi me një post, me një pozit. Ki frikën Allahut kudo që të jesh. Kjo duhet më konë këshilla e fëmijëve tonë, e vetvetes tonë, që mi ju pas frikën Allahut vazhdimisht, kudo që të jemi, duke i respektu rregullat e Allahut, urdhrat e Allahut. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të keqën pasoj me të mirë. Pjesa e parë e hadithit është të mbikëqyrja, me pas mbikëqyrjen që Allahu të sheh kudo që të jesh. Pjesa e dytë tha, kur ta bësh një të keqe, bën edhe një të mirë, se mas të mirës e keqja fshihet për arsye se Allahu ka thënë Kur'an: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtetë Allahu i don ata të cilët pendohen dhe Allahu i don ata të cilët janë të pastërt. Një ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: namaz, prej namazit deri namaz, çka ki bën gjunoje, Allahu t'i fshin, ama jo gjunat e mdoja, gjunat e vola.
Pastaj ka thonë xhumo janë xhumo. Çka ki bën? Allahu t'i shlin. Pastaj perin Ramazan, Allahu t'i shlin mukaffaratun ma bainahun. Këto janë shpagim që Allahu i fshin gjunohet kur njeriu e ka fal drekën ose xhumon tash, e bën në gjuna pa vetdije, ose gjuna me vetdije pa i vogël. Kur të vere namazi i kindijës që e fal, Allahu t'i shlin gjunohet që ka ke bo prej në gjumot të këtër ti në i kindi. Andaj të keqëm pasoj me një të mirë. Ki sha, ki përdur shpionllëk, ki përdur gibet, mini herë mundoh me bo një vej për të mirë, me bo istighfar, me përmen një njeri për të mirë. Andaj, kur qohet njeri ju ditën e xhumon sabah, që është namazi ma i mirë me xhamot, namazi i sabah ditën e xhumon. Nuk ka namaz më të mirë të Allahu se namazi i sabah ditën e xhumon, dhe e kum cek dhe e përsëris. Tash fillon sezoni i mujahidave të sabahut, me dal në xhami. Se sabahi është në 4 e diçka, 4:40, 4 e diçka, po normal njeriu për mu çu duhet një gjysore para ezanit. Unë zakonisht e bëj alarmin me lindjen e diellit. Shembull, lindja e diellit takon 5:15, unë e bëj 4:15 alarmin. Gjysore para ezanit. Se të ne falet sabahut gjysore para lindjes së diellit. Çka me bë? Njeriu vëllezër të nderuar mu çun sabah me thonë ej o Allah, e pëm ymër në këtë ditë xhumosh ka të baj në vej për të keqe, o Allah unë ka me boj istighfar. E kum përgoju dikan ka me boj istighfar. Mundo sot me e bon që tanë ditën tone, shkaj ki bon një të keqe me bon një të mirë. Në këtë ditë mundohu të keqen me pasu një vepër të mirë. Për arsye se pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonën njerëzit më të plot me iman janë ata të cilët janë më të moralshëm. Kjo është pjesa e dytë e hadithit, dhe e treta më falni, kjo është pjesa e tretë ku tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dhe mundohu me njerëzit mu sjell me një sjellje të mirë. Sjellja e mirë vëllezër ja blen njerit zemrën, edhe dushmanit, edhe luanit. E kamoli insanit që njeriu me bon mu koni sjellshëm me dikan, ja blen zemrën. Andaj fjala urdhërore nuk është e dëshirueshme. Shemo mi thonë dikuj, pastroje, mos e ban. Po mi thonën në mënyrë me moral, me sjellje. A ka mundsi? Unë fal, nduket je duke gabu, jo gabove. Edhe ndaj fëmijës, edhe ndaj grujës, edhe ndaj dikujt tjetër, sjellja është diçka çka njeriu e plagon hiç pa plumb. Mi thon fal, mos i tu gut në këtë meselë. Më fal, mos e ki gabim. Fjala më fal është që nuk i t'i dhon urdhër, po i te këshillu. Edhe kjo tregon moralin e dikuj. Edhe dallon prej atij i cili shajgilon kundra këtu. Meri, heki, dil. Kjo është urdhër. Edhe urdhri njeriu zakonisht nuk e pranon. Andaj dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, dhe sjellju me njerëzit me një sjellje të mirë. Kishte këshillën të cilën ja dha Muadh ibn Jabelit radhiyallahu ta'ala an. Njashtu autori ka pru hadithin e radhës, hadithi njohur njashtu, hadithin e Abdullah ibn Abbasit, djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon dhe thot se ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve tha isha hipur me një kafsh pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Don pejgamberi Allahut ka qenë i hipur me një kafsh, Abdullah i biri Abbasit, djali i Axhës pejgamberit, ka qenë pas atij. Dhe i ka thonë ja gulam inni uallimuke kalimat, o ti voglush eja unë ti mësoj ti disa fjalë. Që do në të thot në sunnet me të volin me komuniku, me fëmijën me bash bisedu, mos me sill ti vetën unë jam baba, unë jam dikush edhe ti zguxon, dhe më thonë me ndërhyjnë muhabet me mua. Kur fëmijën e lem vëllezër të nderuar vazhdimisht si njeri i cili nuk din, ai do zhvillot në përjet s'ka me ditë. Amo një fëmijë i cili hin në hod burrave, kushtimisht nëse ka hodat burrave hala, edhe bash bisedon me të mëdhejt, ai rritet. Sot ne kena një problem. E di cili është problemi? Problemi abo që i djali abo mu martu alo di fjallë zdi mi thonën të burrave, se mu shoh Rafal i di, kojkat i di Rafal, pun të këqia komarën, kriti din,
mirë po me shti me ngushlu dikan, apo me ja përhojt dikuj diçka mi thonë përhejt kof nusja, përhejt shpia, zaglavitët. Miniher, apo me shku dikun me ngushlu, me thonë Zoti sabërin, dhe kështu me rotë, nuk din. Pse? Sepse ai nuk është kalit, nuk është mësu me bash bisedu. Andaj pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në historinë e tij e shohna se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka komuniku me fëmijët. Edhe besomni jo për mu lavdru, selami më i dashur tek unë ditë cili është. Kur vi pite mahalla, tek te pite xhamia, ose kanë prejtë rrugët e plastikave që hi për marrë tek ne, selami fëmijëve. Në knaq, ato janë zemër pastër. Ato nuk kanë asë një interes. Ato asë nuk munohen me të blemit u kalëzu musliman të mirë, apo asë nuk munohen që ata në i shërbim prej te me kërku, ose ti mi lavdru. Aja selami ma i pacht. Serë që vi për në xhami, kur i dëgjoj fëmijët rrugës duke thonë selam, aja original, jo që dikush e falc, pa këtë shkuptime, ama ato e kanë të çiltër, të pastërt. Andaj komunikimi me fëmijët o vëllezër është edukat. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam pi thot djalit axhës vet, ja gulami inni uallimuka kalimat, o ti voglush eja ti mësoj disa fjalë. Edhe ja kallzoj disa prej fjalëve, unë do të mundona kuptimin e hadithit me thonën, me citu. Ihfadhillaha yahfadhuk. Kujdesu, ruje Allahun, Allahu ka me të rujt ti. Edhe këtë hadith e keni dëgju shpesh prej xhallarë edhe prej meje, me rujt Allahun do të thotë mu kujdes për kufit e Zotit. Urdhrat e Allahut mi zbatu, ndalesave të tij mi u largu, kjo kujdes ndaj Allahut. E kush kujdeset për Allahun, e ka mbikëqyrjen e Allahut, te ki kapitull, tutet prej Allahut, që kur e ka haramin, mos me shkel, e ka halalin, munohet obligimi me kry, Allahu kurakin zor, Allahu kujdeset për ta. Pastaj tha, ruja Allahun, Allahun ke me gjetë para teje, në nevojet të cilat i ke. Kur e pyet dikan pyet Allahun, e kur mbështetet në dikanin mbështetu në Allahun, edhe dije, kështu që komunikimi ka bu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe dije se në qovë se mledhet i tër ummeti me të bo dobi ti diçka, nuk kanë mundësi me të bo dobi për pos asaj shka ka caktu Allahu gjelle shanu o gjelle gjelalu. Dhe dije se në qovë se mledhen i tër ummeti me të bo dam, kjo ka deri, as dobi as dam, nuk mundën me të bo dam për pos asaj shka ka caktu Allahu. Aba ata vajum kurun, vajum kurullah, wallahu khairul makirin. Allahu thot në Kur'an, ata mundu me bo kurtha dhe Allahu i shkatron kurtha të tyre. E kurtha të Allahut, kur i shkatron, normal që krijesat janë të dobla, nuk mundën mi zbatue. Andaj, në këtë hadith pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, djalit axhës vet i tha, ruje Allahun dhe kujdesu për Allahun. Kjo është këshilla që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ja la djalit axhës vet, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur besimtari e kupton këta që mu kujdes për Allahun dhe Allahu kujdeset për ti, është ti me pas mbikëqyrjen e Allahut. Mana men, kur muslimanët janë duke i trahtu musliman në këto momente në Gaza, Gaza plag e madhe e cila është duke vazhdu vazhdimisht edhe është duke testu sabri i ative musliman vallahi forcoft, e sabrin Allahu ja udhuroft, fitoren Allahu i përgozoft, shidet e tyre Allahu i pranoft, armisht e tyre Allahu i shkatroft, ja Rabbel Alamin. Tash në këto momente vëllezër kur ne nuk kemi duke rujt gjakun e muslimanit në asnjë formë, shtetet muslimane kanë qerat derte, domethënë dini që në këto momente duhet më kujdes më zbrite dënimi Allahut mbi ne. Tash më kalon në çështje individuale. Ti dhe Allahu ku je. Për arsye se tash Allahu kur dikush e trahton një musliman, rujuni që Allahu kam i kaplu këtë njerëzit. Edhe unë kam dro dhe frikë që do të vinë kriza të mëdha për muslimant në veçanti e për njerëzien tërësi që janë duke i trahtu musliman në Gaza. Edhe shtetet muslimane. Edhe ata të cilat kajnë, për arsye se lëvizjet janë shumë të vobekta dhe të dopta, ku Allahu subhanahu wa taala ka më na pyet për ato fëmijë të cilët vritën, për ato pleshë të cilët torturohen, për ato gratë të cilët mbesin pa fëmijë, mbesin pa burra edhe kështu me radhë. Andaj Allahu subhanahu wa taala na fal ya Rabbel Alamin.
E në këtë kontekst të këtij hadithit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullahit, të birit të Abbasit, djalit të Axhës vet, tha ruja Allahun, Allahu ka me trujti. Mbikëqyrja Allahut të vëllezër duhet më kon vazhdimisht. Kur Allahu duhet me ditën që të sheh. Andaj edhe kur ta lutni dikan, lutni Allahun. Manë men, Allahu mundet me ta pru atë të cilin ti nuk e din çish me e pru te dera jote, Allahu e bën. Edhe nga armiku i jot, kur Allahu e ka shkrujt dhe ti e lut Allahun, Allahu ka me ta pru atë sukses të cilin ti e dëshiron. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër të cilën e ka cek, po du ta përmbylli sot kapitullin e mbikëqyrjes, tregon Enesi radhiyallahu anhu, i cili thot: innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Un po shoh që ju po veproni vepra. Enesja shërptori, sahabiu i shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka shoqëruar 10 vjet e kusur në Medinë, ja ka ditë çdo detaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është prej njerëzve të cilët ka jetuar mas vdekjes së pejgamberit shumë. Saqë transmetohet që edhe Imam Ebu Hanifja rahimahullah e ka taku. Dhe ky njeri ka jetu atë gjatë, saqë edhe Imam Ebu Hanifja radhiyallahu anhu dhe rahimahullah e ka takue Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Andaj ky njeri tha kështu, ky sahabi: innakum la ta'maluna a'malan. Tha unë po shoh që ju po veproni vepra të cilat në syrin e juaj janë më të holla se sa floku i kryes, se sa floka. Kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi min al-mubiqat. Ndërsa ne në kohën e Muhamedit alayhis salam i konsideronim këto vepra të cilat ju pi bani prej veprave shkatruese, gjunoje të mëdhoja. Subhanallah. Enesi radhiyallahu anhu ka jetu dikur 90 vite. Edhe e ka po ndryshimin i cili ka ndodhur ndër gjenerata. Anë shka i nga të ndohë, para shembull dikush është më i moshuar, që e ka po kohën kur a fol me telefone, s'ka pas telefone, pasaj me telefon që e kanë një nëpërmjet telit më rëtë shponi e zoni, aja t'jen që është dunjosën e këtu, ta është i gjenerata jonë, ina duke e po me video, ajnë që është dunjosën e levrit në dorën. Qisha të ndodhë? Me bo me pru babgjishin tem, me po që nene të fol me dorë këshu, jo me zonë, po edhe me siret, me fotografi, habitët. Në aspektin e teknologjisë, po në aspektin e veprave tona, mi i këthi gjyshin tem, qish ka ndryshu morali jonë, sjellja jonë, mos në intereson për halalin dhe haramin, ato ishin trishtu ndësha s'kishin hongër buk në sofrat tona, se kishin thonë pale e ki halal shkajtu në ashtu o hoqë. Enesi radhiyallahu anhu po thot: wallahi juni duke i boto vepra të cilat në kohën e Muhamedit alayhis salam i konsideronin të mëdhoja, ndërsa ju në zamanin e juaj po i konsideroni sikur kima e flokëve. Kjo hadith vëzë na bën me dije që njerëzit kur nuk i kanë frikën e Allahut, mbikëqyrjen e Allahut, ata njerëz vëzë të nderuar i konsiderojnë veprat e mëdhoja shumë të vola. Andaj në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka munguna nga namazi me xhamat vetëm 2 lloj njerëzish: ismuti dhe munafiku. Namazi me xhamat në kohën e Muhamedit alayhis salam, kur nuk ka dalë dikush me fal, i ka pas 2 sebepe: o akon munafik, o akon ismut. Sot vëllezër të nderuar, me dalë në laxhet tona, xhamiat e tona, çish mi llogarit njerëzit. Smut ka menja, a ka shëndeti. Atë smut a janë munafika, të cilët e dëgjojnë ezanin, bile ka njerë kemi edhe vërejtje, oqa shumë xhamia, shumë ezana, që pajtona muezinat i kina pakës dokta, u tonë përgjithsi shkupi, ezanat e tonë janë të trishtuar ndonjëherë, sa që të më thonë, du të me thirë ma i bukur i ezanin, se ka pas me merit, në kone Muhamedit alayhis salam, që më lakone Bubekri me thirë ezanin, me merit, po se ka thirë Bubekri, kush e ka thirë Bilali, edhe pse ka qenë rob, e ka pas zanin e mirë. E ka thirë zonin një njeri cili s'ka pas si Abdullah ibn Mektumi. Pse? Se e ka pas zonin e mirë. Për fat keq që ne nuk kemi institucione, nuk i fillu nga basia islame, nuk bëjnë kurse, nuk bëjnë investime, që dhe mos në për xhamiat kryesore me prunë muezina me pare.
Nuk mohet xhamia me hasër. Domthon duhet me bëj investime, me pru pare, sidomos xhamiat kryesore, s'po them te xhamiat e laxheve. Xhamiat e Çarshijës, me pas muezina të cilët e kanë zonin e bukur, ku kalojnë turist me një melodinë e zonit të bukur. Që për fat keq që me dal kanë janë Çarshi trishtoj unë jam hoç, thash një ditë më konën tinali sto zvoshnikat, pak më pak se trishtoj kanë apo kupton. Për fat keq. Enis radiallahu anhu po thot, në kohën e Muhamedit alayhis salam, që to punë ju shkapi bani, ne kina zonë që janë të mëdhoja, ju të vola. Pse vëllazër? Për arsye se në kohën e Muhamedit alayhis salam, ata e kanë pa devotshmërinë, frikën e Allahut më shumë, mbikëqyrjen, ju kanë tut Allahut, nëse tutmi sot Allahut. Neve ana po dikush pak munomi më kujdes, ama nuk na sheh kurkush. Mshoj u digra, mshoj se nuk prish punë. Edhe kjo vëllazër ka pasoja pastaj edhe në bereqet familjes. A bejna të punu këtë familja s'ka bereqet, pas s'ka bereqet, se ti nuk e ki frikën Allahut. Apo domethënë shumë para i na të morë sa të pas sukses në familje, po s'ka se nuk të intereson ti që shefiton. Dhe hadithi i fundit të cilin du me thonë për sot, është hadithin të cilin e ka prua autori, ka thonë min husni l-islami l-mer'i terku ma la ja'ni. Nga islami i mirë i një njeriut, kjo mbikëqyrja. Këshën e mirë. Kjo mbikëqyrja. Nga islami i mirë, muslimanllëki i mirë i një njeriut është mos mu angazhu me punët e të tjereve. Kush hangër, kush pip, kush bleti, kush shiti. Të më dhonën, me këshirë njerëzit shka veproni, mos me këshirë vetë vetën tane, mos me logarit vetë vetën tane. Edhe kjo prej mos kujdesi që e ka njeriu ndaj Allahut te bareke ve taala. Kur njeriu e haron vetveten, angazhohet me të tjerët. Angazhohet shka tu hongër, shka tu pi, me kanë rri, shka tu ble, shka tu shit. O njeri, ku e ki mbikëqyrjen Allahut te bareke ve taala? Ka Allah i cili kujdeset për ata. Andaj të nderuar vëllezër, e ka pru këtë hadith, i cili hadith është i fundit në këtë kapitull, dhe lusë Allahun te bareke ve taala që Allahu na bëjë më të kujdesshëm në mbikëqyrjen karshi normave dhe urdhrave të Allahut te bareke ve taala. Allahu na bëft inshallah ata të cilët kujdesemi për mbikëqyrjen e Allahut, që Allahu na sheh, dhe vet llogaritmi vetveten. Me vet llogarit vetveten, nga kjo xhumo ju bëj selam që të kujdesni çdo herë, edhe në praninë e njerëzve, edhe në vetminë e njerëzve, kur jeni vet, të kujdesni në mbikëqyrjen e Allahut te bareke ve taala. Dini që Allahu e nin bubrecin e zi mbi gurin e zi në natën e ertë, lëvizjet e saj. Allahu e din kur bie gjeti i thot, dhe Allahu e din sa gjete në dunja ka. Andaj Allahu i cili e dëgjon hecjen e bubrecit dhe rënjen e gjetit, Allahu e dëgjon edhe fjalën tone, vëzhgimin tan me sy, edhe përgojimin të cilën e ban. Andaj të kujdesni për mbikëqyrjen e Allahut te bareke ve taala. Dini që ka më ardhur një ditë në të cilën do të dalmi sicili para Allahut vetë, nuk vjen askush më kon advokati jon, po advokati jon do të kenë veprat tona dhe veprimet tona. Allahu na fal, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.